أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falënderimet, lavdrimet I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, krijuesit dhe sunduesit ton, furnizuesit ton. Salatet dhe selamet për shëndetet, duat tona më të mira janë për më të mirin e gjithë pejgamberëve, Muhammedin të birin Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi sahabët shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e pastërt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu Azza wa Jall në çdo send ka përzgjedhur në krijimin madhështor të tij. S'pari duhet me ditë se Allahu është krijuesi I çdo sendi, që shohim dhe nuk shohim. Nuk ka gjë send që ekziston në tokë, në qiej, brenda tokës, brenda hapësirave qiellore, përveç se krijuesi I tyre është Allahu subhanahu wa taala. Sigur që një send që e kemi këtë botë, qoftë para meje këtu në qoftë tavolinën, qoftë kamerën, e ka një qëllim të caktuar dhe e ka një prodhues të caktuar, një ashtu edhe çdo send që gjendet në hapësirë, në tokë dhe në qiej, e ka krijuesin. E ky është Allahu subhanahu wa taala. Dhe Allahu taala mesin e krijesave të vetë Allahu taala zgjedh. Dhe Zoti Gjelle Gjelalu ka zgjedh mesin e krijesave, ka zgjedh njerion. Mesin e njerëzve ka zgjedh pejgamberler. Mesin e pejgamberve ka zgjedh Muhammedin alayhi salatu wasalam. Mesin e vendeve sipërfaqe të tokës ka zgjedh Mekën e bekuar. Mesin e librave të shumta mesazhit ka zgjedh Kur'anin. Prej ditëve ka zgjedh ditën e Arafatit, ditën e Bajramit. Prej netëve ka zgjedh natën e Kadrit. Dërsa prej mujve e ka zgjedh Muhamedi alayhi salatu wasalam, ka tregu vërtet Allahu Taala në Kur'an na ka tregu se prej mujve është përzgjedh muji bekum I Ramazanit. Sikur nata e Kadrit që është e përzgjedhur për nësë Allahu Taala, që është nata më e vlefshme, e muji më I vlefshëm në shpërblime është muji bekum I Ramazanit. I cili muj, elhamdulillah, prej vitit 2 hijri është bo obligativ nga ana Allahu Taala dhe vazhdon deri në ditë Kiametit që m'ju kërku njerëzve muslimanëve besimtarve që të abstenojnë nga ushqimi, nga pija, nga intimiteti I tyre bashkëshortor, për agut hershëm të mëngjezit dhe deri në perëndimin e diellit. 11 muj Zoti po na lën me hungër dhe me pi, vetëm një muj po lyp për neve disiplinë në mënyrë që të marrim shpërblimin e madh. Dhe ky muj vije me shumë dhurata. Nuk ky muj zikur ato netët që e rrejnë veten disa mendje lehtë, që mendojnë se ekziston një plag I cili vjen me mjekër të bardhë, me dhurata të shumta, me drera, del prej viseve të ftofta, me borë, edhe pastaj na sjell neve dhuratë. Dhe që është më e keqja, secili di që sot ashtu, dhe munohen me bind veten dhe fëmijët e vet, ja ka babadimnit, ka pru ty, dhurata. Mjekra ati bën mukon, veç mjekra një muslimanit zbën mukon. Mjekra ati është e mirë, ama mjekra një muslimanit është mjekër e njeriu të përpambetur edhe një ekstremisti. Dërsa në Islam, neve kemi përzgjedhje prej Zotit. Nëse të themi vjen me dhurata të mëdha, është vërtet se ky muj ka shumë dhurata prej Allahut Taala. S'pari hapen dyert e qiellit, muajin e bekum të Ramazanit. Hapen dyert e xhenetit. Xheneti ka 8 dyrë. Dhe ty Allahu Taala ti hap 8 dyert, që më tregu se dyert e rahmetit janë hap. Dhe të mbyllen dyert e xhenemit. Mbyllen dyert e xhenemit. Dhe lidhen prangosen maradatul jinn,
të mëdhejt e mërët ato shayatin, të mëdhejt e shejtanëve. Ata, se edhe shejtant i kanë ato shkallët e veta, nuk kanë një. Ata janë plot. Edhe ka edhe prej gjinëve, ka edhe prej njerëzve. Njerëzit të cilët thirrin në devijim, në largim prej rrugës Zotit, të është shejtan. Dhe qoftë cytje, ngacmim, në mendimet që të shtin me menu keq për Zotin tënë, me qenë jo falenderus dhe ati, me mohu madhështin e ti, me thonë, s'ka mëre Zot, është kriju vetë vetju, dhe unë nuk e besoj një sen të cilën nuk e shoh, nuk e preki, nuk e dëgjoj, nuk e shijoj, unë nuk e besoj një gjëje të tillë, po valët e telefonit i beson, të internetit i beson, të televizionit i beson, pse se reflekton. Për shembull, në këtë moment mundet me të thirr dikush në telefon, edhe janë disa valë që unë nuk i shoh, por reflekton në bisedë. Dërsa të punën e Zotit, shejtani e shtin, a shejtani nuk e ka mohu Zotin. Shejtani, në emër të armiqësimit me Ademin a.s. dhe pasardhësit e tij, i cyt për me mohu Zotin, a vetë nuk e ka mohu, vetë i ka kërku Allahu Teala, ma jep, ka thonë, o Zoti im, ma jep afat, që deri në fund, sa të ekzistoje jeta dhe bota, ma jep afat që unë t'i cys dhe t'i qes njerëzit, bita Ademit a.s. nga rruga e jote. Me po vetë ka pranu Allahu Teala. Dhe do t'ju amaj një fjalim ditën e gjykimit, njerëzimit, xhenemlive, kam ju majt një, kushtimisht po shprehem, thojza, një hutbe, një ligjërat, ku kam ju thonë, mos më fajsoni mu, fajsoni vetën e juj, se Zoti ju ka qu liber, ju ka qu pejgamber, ka pas thirësa që ju kanë thirë në rrugë Zotit, për si keni pranu, edhe keni dasht me mngu mu, se ju ka konvenu me pasu epshin e juj, e tani më thëni se unë jem fajtor që ju e keni ardhë bashkë me mu në xhenem. Allahu Teala na tregon në përmjet librit ti që shejtani është armiku jonë. Ne e kemi atë shejtan, e kemi armik. Këndaj na ka tregu që më urujt. Ka thonë, shejtani është armik i qartë për ju. Mirë po, në muajin e bekum të Ramazanit, Allahu Teala i mbyll rrugët, i mbyll dyert e xhenemit dhe i mbyll këta shejtant e mëdhej. Dhe i jep mundësi njerëzve mas të madhe që të pendohen dhe t'i kthehen Zotit. Allah i me mshirën e veti, hap dyert e xhenetit, i mbyll dyert e xhenemit, i prangos të mëdhejt e shejtanëve në mënyrë që t'ja mundsoj robëve të vetë mëkatar, e secili prej neve jam mëkatar, duke u nis nga unë që jam të fol, e deri te secili prej juve që jeni duke dëgju, dikush vepron mëkatin e shiqimit, dikush mëkatin e dëgjimit, dikush me prekje, dikush me ushqim të haramit, secili prej neve në këtë apo në atë mënyrë jemi duke mëkatu. Tash si të dal prej këtij vendit, për me dalë në rrugë, ti i mbushë për plot me gjanat e cilat të shtyjnë që të mëkatosh, karshi Allahu Teala, sikur që është shiqimi, dëgjimi dhe gjana të tjera. Prandaj nëse musliman mundohemi sa më tepër mi u largu që bile spaku jo të qëllimshëm me shkel në ndalisat që ne i ka ndaluar Allahu Teala. Allahu Teala këtë muaj e ka nda, e ka veçu për 12 muajve të vitit. E kalon Allahu Teala mundësin, hajde ja baghil khejri aqbil. Sikur që ka tërgu Muhamedi Resam që çdo mëngjes ka melek të cilët thrasin dhe thëjnë, o kërkues i hajrit, hajde. E ne pa i themi të njëjtën thirrje që e bën melaqa, hajde, se është totar një muaj i bekum, na jemi në prag të fillimit të muajit të bekum të Ramazanit. Dhe po na vjen me mirësi jashtëzakonisht të mëdha. Për shembull, Ramazani i shlyen gjunahet të cilat i ke vepruar mes 2 Ramazane, prej vitit kaluar deri te ky vit. Agjerimi i këtij muaji të bekum të Ramazanit ty të bën që me të fshim mëkatet të cilat i ke bërë për mëkateve të vogla gjatë vitit. Mëkatet e mëdha nuk fshihen me vepra, por duhet patjetër edhe t'i bashkangjitet toba edhe me gojë dhe zemër. Pendim i sinqert dhe kërkim falje te Allahu Teala, me thonë Zot, falem
dhe sinqerisht me qenë kërkim falje. Me po, mëkatet e vogla të shiqimit, të dëgjimit, gjëra të ngjashme, falen nëpërmjet namazit, falen nëpërmjet abdesit, falen nëpërmjet faljes së namazit të xumës, nëpërmjet agjerimit, dhe të gjitha këto na bëjnë që dalim në takim me Zotin tonë të pastruar prej mëkateve dhe Allahu Teala na i fal inshallah gjunahet. Mirë po, mëkatet e mëdha lypin edhe pendim të madh edhe shprehje edhe me gojë të këtij pendimi. Andaj, masi po vije ky mysafir madhështor me plot dhurata dhe me mundësi që neve me na u fal gjunahet, atëherë duhet me bon neve një përgatitje. Me të ardhur një mysafir, me thonë kanë me ardhur miq sparje, se po na vjen filan mysafiri që është i respektuar në familjen tonë, qoftë afërmit tonë familjar, qoftë shoqëni që kemi me ta dhe përzihemi familjarisht, deshte është një përgatitje në shtëpiat tona. Se dojnë me na ardhur mysafir, edhe pastrojmë, rregullojmë ambientin, shtëpinë, gjellën që dojmë me shërby, të gjitha këto janë përgatitje para se me na ardhur mysafiri. E kështu është edhe një para përgatitje që duhet secili prej neve me bë për ardhen e këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Duhet me përgatit shpirtnisht, se po të vjen një muaj me plot dhurata, me plot mirësi. Allahu Teala po të çel dyrët e xhenetit, po të mshel dyrët e xhenemit, po i prangos shejtant, po i çel dyrët e qiellit, e po të jep mundësi të kthimit tërësisht kajës jetës tënde. Andaj, kanë thënë dietarët, në njeti është shumë me rëndësi. Rregullo qëllimin, njetin tënd. Është shtutar një muaj bekuar, e tash rregullo qëllimin me Zotin tënd. Bëne njetin për hir të Zotit. Po vjen një muaj që unë kam mundësi me ndru jetën time. Atëherës e përgatis veten psikikisht dhe e bëj njetin qëllimin që unë disa gjana do të më ndru për hir të Zotit. Për shembull, ose me lënë disa gjana për hir të Zotit. Për shembull, jam përdoruesi i alkoolit, e ndroj njetin. Për hir të Zotit e laj, se më vjen muaji i bekuar i Ramazanit. Jam përdoruesi i cigarës, e laj. Zate e kom sy me agjeru muajin e bekuar të Ramazanit. Le tjetë pik kthimi për mu dhe pik kthese tërësisht kahjes, mënyrës jetesës, mënyrës ushqimit, mënyrës së veshjes, mënyrës adhurimit. Ne po du tërësisht më ndru. Allah po ndron për mu, po hap dyert qiellit, po hap dyert xhenetit, po mbyll dyert e xhenemit, po i mbyll shejtan të mëdhej. E unë pse se hapi derën e zemrës dhe mendjes për me u kthy dhe mu përmisu ka shi Zotit tëm. Je muaj Shaban, që është muaji para muajit të bekuar të Ramazanit. Edhej fillo me përgatit mendjen dhe zemrën tënde, mas pari njetin. Po na vjen një muaj madhështor që u kam mundësi mi ndru shumë sende në raport me Zotin tim. Derisa Allahu Teala ta ka mundësu me ardh, me prit ardhën e këtij muajit e Salafus Salih, gjeneratët e parë të muslimanëve, e lutin Allahun Teala shumë që mi ardh ky muaj i bekuar. Lutin Allahun Teala, o Zot, na jep ymër ta mrrim Ramazanin dhe na mundson me agjeru muajin e bekuar të Ramazanit. Tu e ditë shpërblimet e mëdha që i ka ky muaj i bekuar. 6 muaj para se me ardh, filloni me lut Allahun Teala, o Zot, më jep ymër, më jep jetë të gjatë, të hajrit, të mirë, që ta arri Ramazanin dhe ma mundëse me agjeru Ramazanin, me fal namaz gjatë muajit bekuar të Ramazanit, me fal teravi, me lexu Kur'an, gjatë muajit kur ka zbrit Kur'ani. Muaji i Ramazanit është muaji kur ka fillu zbritja e Kur'anit. Prandaj ibadeti më i mirë në muajin kur ka fillu zbritja e Kur'anit është leximi i Kur'anit. Dhe ti prej tashtit përgatite veten. Nëse nuk di me lexu Kur'an, po vjen muaji i bekuar i Ramazanit, unë po them përmirësimin e jetit, qëllimit, e fillo bënë përmirësimin e jetit. Shko gjeje në xhami hoxhën edhe thuj hoxh, po vjen Ramazani. Ama nuk ka kohë, mas një javë po hyn Ramazani, ti fillo çysh tash me mësu shkronjat, nuk duhet më tepër se 10 ditë apo 2 javë për me mësu shkronjat e Kuranit.
Dhe i shpërblym të Allah Azza wa Jall, se përdojnë mja lexu mesazhin e Zotit në originalitetin si ka zbrit prej Zotit. Dhe Allah Ta'ala të shpërblen për niyetin, se niyetin e ki të mirë, dhe ta letësan, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr, thot Allah Ta'ala, dhe e kemi lehtësu Kur'anin për kujtim. Allah ta ka lehtësu Kur'anin. Dhe ti nëse e ki niyetin me mësu shkronjat e Kur'anit, ty Zoti ka me ta lehtësu. Po dhe nes kem lind të mësushëm. Edhe unë e kom mësu Kur'anin, nëse fati im ka qenë që kom pas babën, hoq, Allah në gjennet e pas dërgu dhe më shëroft babën dhe nonën time, dhe prind e muslimanëve në përgjithësi, që kanë qenë të kujdesshëm në edukimin e fëmijëve ty në çështjet e fesë. Baba, unë të qenë fëmijë, klasën e 2, klasën e 3 fillore, më ka marrë dhe më ka mësu shkronjat e Kuranit dhe më ka mësu leximin e Kuranit, dhe ai ka qenë kohë e keqe shumë, kohë komunizmi, kur njerëzit turproheshin me tregu veten që janë në xhami. Tash alhamdulillah kemi një liri shumë më të madhe se koha e diktaturës komuniste. Edhe pse ka tendenca për disave që atë diktat të mëqëm të komunizmit, me ne atë diktu muslimanëve të sodit, duke i privu nga bindjet e tyne fetare, duke ja usha fen, duke ja usha ezanin, duke ja usha Kur'anin në emën të dashamirësisë kombëtare të gjuhës tonë. Na nuk e dojmë gjuhën e huaj, na. Dhe tregon shumë simptome të ateizmit komunist që kanë qenë në të kalumen e tyne, dhe i sheh për shembull kësi gjuhë të urrejtjes në komente, zakonisht të atyne personave që janë eduku në atë kohë, të atyne personave që mësu me majtë shallin e kuq pionirit, edhe e kanë knu kongën, shoku Tito, na të jenë betu, rrugës tonë dhe kur s'kena me u largu, dhe që ashtu në pi vazhdon disa komunistave. Shë 50-60 vete, ke po dhe reportajët së kake që shta shajnë fejnë, kur e këqër Millarat, e ka kapuqin e Millaratit, e ka sheshirin, kaçketën, ftyren, biseden, sharin ndaj islamit, veç dallimi është që ky fol shqip. Që e zemër është, që e mendje, që e të menduam është tipik pionir komunisti që ka mësu komunizmi. Ajo periuda kur e kemi mri neve gjeneratat tona dhe para meje që kanë qenë, ku në për shkolla u është prish njerëzve agjerimi i mujt bekum të Ramazanit. U është fol në mënyrë sistematike kundër Zotit, kundër besimit. Është qujtë send që është opium me fjalt e Marksit që ta mpin mendjen, trunin, të len mrapa, e paste e knaqen në Shqipnin e gjagjit e nver, kur u bo shteti i par ateist, dhe për mju ka dzu njerëzve që pa fe, bo është përparimtar, u bo vendi, paste në më i prapambetur në Evropë dhe ma gjanë. Edhe ishin ateista, ishin pa fe, e ndalen e zonin, e ndalen mësimin e Kuranit, dhe që ka përparun, asa na amban mëni se sens kemi bo. Përndaj, kësi mendje që janë në ndikimin e shejtanit, ka pas, ka, edhe do të ketë. Edhe ti mundohu me reformu vetën kërsh i Zotit tënë. Përmiso vetën tënde, mëso fjallën e Zotit, dhe shtoj duat, shtoj lutjet, tek Allahu Azza wa Jall, që me na e mundësu, me mri mujnë e bekum të Ramazanit. Thash, të parte muslimanve luteshin 6 muj, para se madhë Ramazanit që Zotim i dhonë ymër të hajrit, me arritë Ramazanit, me agjeru Ramazanit, pasaj 6 muj tjera pas Ramazanit lutin Allahun, me u pranu atë që farve që o ka mundësu me e agjeru. Mujnë e bekum të Ramazanit, namazet, Koranit, leximin, veprat e mirat, sadakas, lemoshës, dhe gjitho pun të mirë që e kanë bo. Po ashtu pregadit e vetin edhe shpirtnisht edhe largu urrejtjen ndaj muslimanëve. Pregaditu, se këta kimi i pa në gjami, ti s'po flet me ta, ti s'po shoqërosh, po kjo urrejtjen ndaj tyne. Çfarë interesi ki dunjas që pi urrejnë? Prandaj, pastro gjoksin, pastro zemrën tënde, në mënyrë që të kesh raporte më të afërta me vllaznit e tu. Ka për shembull hadith pejgamberit alayhis salam, hadithin e transmeton ka përmend Sheikh Albani në Sahih Terghib o Terhib, me numër ndor 1016, ka thënë Muhamedi alayhis salam, natën e gjysmës së Shabanit, që i quajmë neve nata e Beratit. Me 15, 2 javë para hyrjes së Ramazanit. Është nata që e quajnë te ne nata e Beratit. Ka fjalë për vlerën e kësaj, Sheikh Albani tregon që është hadithi
i pranum, që thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu shiqen krijesat e veta natën e 15 të muajit Shaban. Fayaghfiru li jami khalqi. Allah veç për i pastron, para se me hy muaj që i pastron Ramazani. Dhe Allahu Teala dën të pastërtit me i shtir muajin e pastërt. Dhe dën me u fal gjinat. Natën e 15 të muajit Shaban. Dhe Allahu Teala dën me i pastru. Përveç dy grupe nuk i fal, nuk i pastron. Mushrikun, ai që i ka po shirkë Allahu Teala, dhe ata të cilët kanë gatresa mes vete, kanë urrejtë mes vete prej muslimanëve. E fal edhe zinaqarin, që ka po prostitucion, apo zinaqarin. E fal edhe atë që ka pi alkohol, e fal edhe atë që s'ka fal namaz. Veç mjaftën me të pa, si ke po shirkë Allahu Teala dhe Allahin e dën, dhe po dën me u kthy, lute Zoti para se me hy Ramazani, pastro gjoksin, mendjen tënde, mënyrën, qasin e të mendumit për Zotin tënd, në mënyrë që Allahu Teala ty me të falë dhe me të pastru. Dhe e bën Allahu Teala. Allah e ka mëshirën shumë më të madhe, dën me të shti ty, muajin e bekum të Ramazanit të pastër. Dhe shtihet mendjen tënde se unë du me lën alkoolin, unë du me lën mos me fal namaz, unë du me umbulu, unë du me agjeru. Mos thuj unë s'po mundem. Është e burr të shëndosh, çka më thot mu? Pse s'po agjeron? Unë s'po muj hoç. Ç'shmërë s'po muj. Ç'shmërë s'po muj, na është llaf gjithë ky njeri me thon, unë nuk po muj orë caktume gjatë ditës me nejt pa ushqim edhe pa pije. Këtu është kretë puna e psikologjisë. Thjesht nuk i ke shtin kry që ti duhet me e bo këtë punë. Se me bo me të thonë, ty, për shembull, po më thot mu s'mu e lojt cigarën, që për atër cigarën s'po mi me gjeru. Kur për i thot doktori, ke simptomet kancerit në mushkëni, edhe ti duhet me braktis, mërë e len, pasonin për e shkrin, veç me ju këthy gjendja e shëndetit, pse po mundet atëherë me la? Pse ka frikën e vdekjes. Po ta kishe pas frikën prej Zotit, në dënim të Zotit, ti e kishe lënë sot haramin, edhe cigaren, edhe alkoholin, edhe zinan, ose motra janë, e kishte qitë mbulesën. E kur birë flokët, kur për ka një smuje të likurës, po din me qitë pas të në shamin, se vjen marra me e pa dikush që i kanë ra flokët, qoftë për shkak terapionit të smujës, qoftë për nej smujët të egzamës apo diçka tjetër, dhe për din pasën e me imbulu, si kam. E më mas pari të të nu për Zotit, jo për njerëzve. Urdhën për Zotit e ki imbulesën, pandaj pregadit e veten, se unë në këtë mujt du të ma agjeru. Unë në këtë mujt du të me këthy jetën teme. Nëse kom qeni pa kujdes që bëdaj Zotit, unë duhet me u këthy ndaj Allahu Teala, edhe me këthy obligimet që Zotit mi ka obligu. S'po fali namaz, unë e do të më u këthy. Se po vjen mu i beku me Ramazanit, janë qelë dyrët e gjennetit, janë byllë dyrët e gjenemit. E unë e për një me qenë një sinqer që unë e pedu Zotin, unë në këtë mu i beku të Ramazanit, unë e do të më u këthy Zotit, ashtu si që Zotit është razime me mu, si që është Allahu Teala është i knaqër me mu. E Zotit është i knaqëm kur unë e kujtojat gjatë ditës edhe natës me namazit. Nuk mjafton o vlla vetëm me ardh një ditë të xhumas, me ngu ligjëratën edhe me zim me prit, me ik, mas selamit, as një përshëndetje, një selam vllaut vet nuk do m'ia dhon aty në ik. Çka që është kontakti yt me Zotin, për cili ti vazhdimisht të kërku, që me të dhon shëndet, me të dhon risk, me të ruajt dashnit e tu, familjarët e tu, prindët e tu. Ndërsa kur vjen puna, nuk qohet sa bën me fal, nuk e fal drejka 100 dinë akşamën yatsin. Fara është i pa interesu me rujt kontaktin me Zotin e vetë. Ama për interes dynjas, me pas me dikon një raport tregtar, vazhdimisht është në telefon, që e thret, edhe i kërkon këtë sa të mirë, e falenderon, shumë faleminderit, ta kom pa hajrin, mërë edhe mja mundësu në i rëshfet, në i tender rejshëm që i ka fitu, pa të drejt, e falenderon, bafsh hajrë që të dytë, e sigurum, një gjëna që na qënë gjahnem, se me haram kena me hangër, edhe e falenderon, dërsa Zotit që ja ka dhënë gjithat mirat, nuk e shet udhës, më ngrit me marrë një abdes edhe me fal një namaz, edhe me falenderu Allahun Teala. E një haj, kush më ka dhënë mu me shiu ushqimin? Zotit. Qysh më vllati për Zotin s'po do me agjeru? Që të shimin e mijave
pikave që i kien to mundësin me i shijet e ushqimit, e din kur është i ëmbël, kur është i njermët, kur është i thartë, kur është i nxehtë, kur është i ftoftë, kur është pa shije, kur është i idhët. Edhe nuk e falenderon Allahun azza wa jall. E ki mundësi, po të vjen mu i beku, pendohu, përmiso vetën, edhe vepra të cilat e kënaqin Zotin tënd. Alas kohët Ramazani fillo me dëgju ligjerata, me lexu libra, me prezentu në për mejlisët të hoxhallarëve të cilët flasin për vlerën e agjerimit, ngo pritashtit, frymzohu për me ditë vlerën e mujtë të bekum të Ramazanit. Dhe në këtë formë, afroje Zotit tënd, se pregaditesh psikikisht. Për shembull, njëri një shëtipë do me shku në një vend, me bo një qytet, një shtet, edhe kur po mësën për atë vend, për historikun ati vendit, për vendit ku duhet me vizitu të ati vendit, po e ndin lezetin, knatësinë e vizitës e ati vendit. Mirë po, kur vije puna e krymës një ibadeti, për shembull do me shku në umre, nuk e di vlerën e umrës, do me shku në haqë, nuk di vlerën e haqët, do me ardhë Ramazanit, nuk din vlerën e Ramazanit, nuk e di vlerën e namazit, falë namaz, për se di vlerën e namazit. E kur t'ja din vlerën e saj, e bën me knatësi. Prandaj fillo përgatite veten edhe me mësu vlerën e këtij muaji të bekum të Ramazanit, për me ditë se çka je të dasht me bë. Me ditë vlerën e saj, që agjerimi i muajit të bekum të Ramazanit ty t'i fshin mëkatet, të gjitha mëkatet ty me lenë Allahu Teala të fshihen. E tash mu Zoti me bë me ma pastru mu librin e veprave të mija të këqia, edhe me më qitë mu për mujtë bekum të Ramazanit pastër, beso me zje pres me mardh ajo dit e me mu shly mu mëkatet të cilët jemi duke i vepru. Për shumë me po mi thonë nëzansit që ka notën e dobët, ose notën jo të dëshërushme se pja prish suksesit. Edhe me po mi thonë, ka thonë kujdestarja filan ditën, hajde një, kush vjen, disa pyetje do me na pyet edhe do me na, ai arsimtari i landës, apo kujdestarja, apo çka di une, do me na e hek nishat, ose do me na i përmisu suksesin. Besoj që dënjani që mendon logjikisht, me logjik të shëndosh, kishte me abstenu prej prezentimit atë ditën në klas, që m'ju përmisu nota e dobët, apo m'ju përmisu më ngrit nota që me pas suksesin më të mirë. Prandaj, ty po të thirrën Zotin këtë muaj të bekum, po të atja jo alladhina amanu kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ju që keni besu, u akon bo juve obligim agjerimi, sikur që akon bo dhe popujve para juve, si një të partë, do shta bani më të devotshëm. Në këtë muaj, ndoshta ndrëni, s'ke fal namaz, nashte janis me fal 5 kohë namaz, s'ka qenë mbulume, ndoshta e kuptën rëndësinë e respektit turnit Zotit, s'është fjalë e hoxhës Bulesë. E as tradita e arabit, është fjalë e krijuesit tënd, kërkesë e Zotit tënd, motra ime. Ai është e për te. E ti ki me taku Zotin, ai ka me të pyet. Allahu Azza wa Jall. Në këtë muaj të bekum të Ramazanit, kush ka mundësi me kry umren, mos e le vizitën e qabës bekume gjatë muajit të bekum të Ramazanit, se ka premtuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë kush e viziton qabën e bekume me niyet umres në Ramazan e merr shpërblimin sikur me kry haxhin bashkë me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Me prezentu gjatë ditëve të Ramazanit në përgjamie, në për ligjerata, në falet namazet të teravive, men qama Ramadane imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kush e fal namazën e teravive gjatë muajit bekum të Ramazanit, i falen gjunahat që i ka vepru ma herët. Është sezon e madhe e shpërblimeve të mëdha të Allahut Teala. E ti pa abstenën për ushqimit, 11 muaj, ai të ka dhënë, e ti pi thu, për me vazhdu që të nimetet që du të me bëhëne, kontratën me vazhdu me Zotit që më konë që shtë mirë, Allah e përta që në këtë muaj abstena, mos ha, mos pe, mos i afro gruz gjatë ditës, natën, po, gjitha i ki halal, me halal, por tash jo. Dhe ti për i largohesh, e ki vazhdu kontratën me Zotin edhe për një vit që Zotin me t'i dhonë të mirat. Prandaj, mos i hum këto mirësi, por mundohu
me u afru Allahut Azza wa Jall ashtu siç ai ka kërku prej teje, përgatite veten, zemrën tënde, në jetën tënd dhe pastaj ne kry obligimet që ti ka obligu Zoti yt dhe pastaj pritë shpërblimin nga ona Allahut Azza wa Jall. Lusë Allahun Taala që me na mundsu pritjen e mujt bekum të Ramazanit, me na mundsu agjerimin e këtij mujt të beku, me na mundsu leximin e Kur'anit, adhurimin e Allahut Taala nëpërmjet namazeve ditore obligative, mi kry farzët, mi kry namazin e teravive në xhami dhe insha Allah edhe me dhanë zeqatin ton, sadakan, lemoshën ton, që Muhamedi desëm gjatë mujt bekum të Ramazanit ka qenë shumë më aktiv në këto çështjet e humanitetit, dhe edhe neve duhet të marrim si shembull Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah na mundsoft inshallah që ta presim mujin e bekum të Ramazanit, të agjerojmë dhe e lutim Allahun të na i pranojë të gjitha ato që i bëjmë për hir të Zotit ton. Allah u mundsoft pritjen e mujt bekum të Ramazanit dhe kryerjen e gjitha obligime karshi Zotit, mbeqet në përkujdesin Allahu Taala deri në takimin ton të radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.